Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotërim, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po ritakohemi me mua Tirona Lilin, si gjithmonë këtu në kanalin tonë Rrëfime Jete, për të ndarë këtë herë një letër goxha të vimshme. Një letër sfiduese, një letër të guximshme të një vajze. Unë nuk e di se çfarë gjykimi do t'jepni ju, por letra që do të ndaj bëhet fjalë për një familje dhe një dashuri shtesë. Vajza në fjalë është e dashuruar tek zotëria, të cilin e ka njohur rastësisht në plazh, por çfarë ndodh mes tyre? Përshëndetje të gjithëve. Po e shkruaj këtë letër me zemrën që më dridhet dhe me një barë që e mbaj prej shumë kohësh. Ndoshta disat do të më gjykojnë, ndoshta disa do të më kuptojnë, por sot dua të tregoj historinë time në thelb, ashtu siç ka ndodhur në të vërtetë. Jam një vajzë e zakonshme. Nuk kam menduar kurrë se do të dashurohesha me një burr të martuar. Madje, kur dëgjoja histori të tilla, thosha me vete se unë nuk do të bëhesha kurrë pjesë e një situate të tillë. Por jeta shpesh të vendos përballë gjërave që nuk i ke menduar kurrë. Gjithçka nisi këtë verë në plazh. Unë isha ulur vetëm pranë detit, kisha kaluar periudhën shumë të vështirë dhe kisha shkuar atje për të qetësuar mendjen time. Valët përplaseshin ngadalë në breg, ndërsa dielli po perëndonte. Ishte një nga ato mbrëmjet që të mbeten gjallë në kujtesë. Aty e pash për herë të parë. Ai ishte ulur disa metra larg me disa miq. Nuk e njihja, nuk dija asnjë gjë për jetën e tij, nuk dija që ishte i martuar, nuk dija që kishte një familje. Rastësisht filluam që të flisnim me njëri tjetrin. Biseda ishte shumë e thjeshtë. Më pyeti se nga isha, çfarë bëja në jetë dhe si po më kalonin pushimet e mia. Ishte i sjellshëm, i qetë dhe shumë i vëmendshëm. Për herë të parë pas shumë kohësh, ndjeva se dikush po më dëgjonte me të vërtetë. Ditët kalonin dhe pothuajse takoheshim çdo ditë pas dite në të njëjtin plazh. Flisnim për orë të tëra, për ëndrat, për frikërat, familjen, jetën. Sa më shumë e njihja, aq më shumë realisht ai më pëlqente mua. Pastaj erdhi dita kur unë mësova të vërtetën time. Ai më tha se ishte i martuar. Më kujtohet sikur ishte dje. Ndjeva sikur dikush më kishte hedhur një kofë me ujë të ftohtë. Nuk dija se çfarë të thoja. Një pjesë e imja donte që të largohej menjëherë, ndërsa një pjesë tjetër nuk donte që ta humbiste. Ai më tha se martesa e tij nuk ishte më si dikur, se me gruan jetonin bashkë vetëm për zakon, se nuk kishte më dashuri mes tyre. Dhe unë e besova. Ndoshta sepse në thelb unë doja ta besoja. Fillova të jetoja me shpresën se një ditë ai do të ndahej. Më thoshte se i duhej kohë, se nuk donte të lëndonte fëmijët, se duhej të gjente momentin e duhur në jetën e tij. Kaluan muaj, pastaj një vit,
pastaj edhe më shumë. Unë prisja telefonatën e ti, prisja mesazhet e ti, prisja takimet tona të fshehta, prisja premtimin që përsëritej vazhdimisht, edhe pa kohë, por ajo pa kohë nuk mbaronte kurrë. Ndërkohë fillova që të kuptoja se po humbisja veten. Kur ishte me mua, ndjesha si gruaja më e lumtur në botë. Kur largohej tek familja e tij, ndjesha si personi më i vetmuar. Netët ishin më të vështirat, mendoja për gruan e tij, mendoja për jetën që ata kishin ndërtuar, dhe njëkohësisht ëndërroja që një ditë ai të ishte vetëm me mua. Po e pranoj, kam dashur që ai të ndahet nga gruaja. Kam dashur që ai të më zgjidhte mua. Kam ëndruar të zgjohem pranë tij pa pasur nevojë të fshihem. Por sa më shumë kalonte koha, aq më shumë kuptoja se ëndrat dhe realiteti nuk janë gjithmonë të njëjta. Dhe një ditë e pyeta drejt për drejt: a do të ndahesh ndonjëherë? Ai heshti. Dhe ajo heshtje mua më dha përgjigjen që nuk doja ta dëgjoja. Për herë të parë kuptova se ndoshta nuk isha më e ardhmja e tij. Ndoshta isha vetëm aratisja e tij nga problemet. Ndoshta isha personi tek i cili gjente qetësi për disa orë dhe pastaj kthehej përsëri në jetën e tij. Atë natë qava shumë. Qava për kohën që kisha humbur. Qava për ëndrat që kisha ndërtuar. Qava për veten time. Sepse kuptova se ndërsa prisja që ai ta ndryshonte jetën e tij, po lija pezull jetën time. Po refuzoja njohje të reja. Po humbisja mundësitë. Po jetoja me një shpresë që bëhej çdo ditë dhe më e largët. Dhe një mëngjes mora vendimin më të vështirë të jetës time. I thash se nuk mundemi ta vazhdojmë më. I thash se nuk mund të isha gjithmonë në vendin e dytë. Ai u përpoq të më binte që të qëndroja. Më tha se më donte, më tha se kishte nevojë për mua. Por për herë të parë mendova për atë që kisha nevojë unë. Dhe unë kisha nevojë për paqe. Kisha nevojë për një dashuri që të mos fshihej. Kisha nevojë për një njeri që të ishte plotësisht pranë meje. Jo vetëm kur ai kishte kohë. U largova me zemër të thyer. Më deshën muaj të tërë për t'u rikuperuar. Ka ende ditë kur më kujtohet ai plazh. Më kujtohet perëndimi i diellit, më kujtohet biseda jonë e parë, por sot e shoh historinë tonë ndryshe. Si do ta komentoni këtë veprim të kësaj vajze?